me kohë i kam ftu deputetët që mos më shkuan mbledhjen nëse s'ka një njoftim që ka ndryshu, ose ndryshu kandidati, ose ndryshu qëndrimi një partije, ose një deputeti, ose në mund që ka ndodhur diçka që jo më shku kot me bëhe gore me institucionin. Ishte prezentojmë sa ferë tjerë, për shkak se e kem bashkë me ne është edhe zoti Drenori, Gjavit mirë se erdhe. Mirë se gjej. Ilir Mirena, Ilir mirë se erdhe, edhe Valon. Mirë se erdhe. Pra një vendim, Valon, që realisht unë sa mujta mi lexuar, nuk e kuptova qatë shumë. Jo, është, unë përshën një tendencë për komentuzët sodit edhe analizëve politike dhe çështje civile që po thonë që gjysmak nuk e ka sharu që ndodhë mas 30 ditëve. Qëre, gjykata kushtetuese nuk mundet me kry punën e politikës. Problemi i mos zgjidhjeve edhe institucioneve është e vërtet që politika, Albin Kurti në këtë rast, e ka përdorur që të vakumin në ligjor, që u koni pa afat emrimi i kryetarit kuvendit. Edhe ai ka mund që shtu me zgot deri te prezidenca, ku s'kishe pas qare pa hi për zgjedhjes se s'janë numrat as për presidentin kur i ka lënë mandati, që i bjen dikon prilli vitit tashëm, kur i bjen. Maj mas larti. Por çka ka bërë gjykata kushtetuese është që e ka kry punën e vet, të interpretu kushtetutën, e ka marrë vendim që çat sa është afati për mandatarin, fituesin e xhezit 30 ditë, në atë logjik të afateve ligjore për krijim edhe të institucioneve, që ka hapë dhe krye parlamentarit. Edhe thot, kuvendi konstituohet për 30 ditë. Tash, nëse konstituohet kuvendi mas 30 ditë, nuk ka dhënë përgjigje. Tash që përshpjegojmë. Përgjigje tjera janë kushtetutë. Pra nëse konstituohet mas 30 ditë, tash më gjykata me të fola petë se ka ja përgjigjen atëherë 2014. Pra i sëm fol për një çështje 2 herë, për që ata onal, veç të mandatarit 30 ditor. Albini për 30 ditë nuk e bën, shpërbërja kuvendit mund të me qunë zgjedhje. Kjo është përgjegjësi politike po ashtu, na e kena me ligj. Pra se bojnë krye parlamentarin, edhe thojmë përshkojmë në zgjedhje. Tash, mund ta jep mas 30 dite renin të i dyti mandatar që është opozita, që është e shkruar me ka interpretim kushtetues për këto dhe shkojmë përpara. Ajo që më rëndësi është po ashtu që e ka cek një herë për gjithmonë, një afat ku nuk mundet kërkush mi majtë institucionet peng për vakume që s'janë cek për shemë për krye parlamentar. Se krye parlamentari nuk u kom post komedit sa i rëndësishëm, po kur e ka marrë që trashëgimin e prezidentit, pra në rast se s'është prezidenti krye parlamentari o shtron detyrën prezidentit për 6 muaj, e kjo të ne u bën një pozit pak më e madhe në kuptimin politik. Se si kur betohet deputeti, qashtu e krye parlamentari, paka shumë e kanë një rëndësi, edhe pse me protokoll i bjen i dyti pas presidentit. Aja që me rëndësi është i ka jap kushtetuese, i ka jap drejtësi, drejt më shumë opozitës, e ka sa i përket votimit mshet, që e ka bën me dije që s'mon e ta një dehare, ose një deputet që jo dalë aty veç me vjetë që është më i vjetër, apo partia shumicë në parlament këtë rast vetëvendosja, gjysë së oncës me ndru ose me vendos diçka me qi deputet para një imponimi. Dhe ka cek që nuk mund është tim ja imponu deputetët zgjedhur për popullit apo për sovranit atë punë, gjë që i ka jap drejt opozitës të. Tash, ora po ecë, arsim që kjo më rëndësi, 30 ditë jënë ora është të ecë për i sonqët, dykun sa i bjen 27 shkurti, 27 korriku me gjas, i bjen afati i fundit. Pra, ose shkojmë të i dyti mandatar, opozita mas 2 dite, më në të më thonë si kom numrat mas 3 dite, mas 5 e provon, edhe ose kryohet e dyta, ose shkojmë zgjedhje. Pra, mo vakum, që ashtu çdo 2 ditë më mbledh, ka 1 minutë e 55 sekonda me mojë seancën më shku të shtëpia Moskva, dhe është gjujt topit e politika. Se dhe që tash politika, se ka kry punën e vetë, ja ka gjujt topin vakumit ligjor, tash ligje, po të thëtë politikës, marrëveshje politike, ose shkën zgjedhje, ose japi ati tjetëri që e ka, edhe hajde ditën e mirë. Këtu po ashtu nuk më në që lajmi mirë për vetëvendosjen, tendencat e ty në jonë konë, do më thonë që me hinë zgjedhje bashkë me zgjedhje lokale, me këtë afat, hinë që aty dykun ku vinë diaspora, që jo të të qenë edhe pse mu më do këtë kjo argument palide, se edhe ashtu diaspora ka votu gjithë. Si kënë këtu, si s'kënë këtu, dykun janë 120.000 vota, minimum i vinë nga diaspora, dhe më s'ka fort lidhe edhe sezona. Ilir, qyshe e peti nëse ka rrit me lexu, sepse është begi kështu si
Po, është e vërtet që njëftimi, vendimi ke shumë me një gjuhë shumë konfuze për një me. Nuk e di pse qëto vendime kër i lëshon gjykata kushtetuese nuk i bën me një përmbledhje që quhet një përmbledhje ekzekutive for damis për neve që si jena eksperta kësaj fushë dhe me i kuptu ma mirë. Ke për një me gjuhë tepër e ranë për me zbërty dhe pikrisht kjo gjuhë e këti edhe sugjerime që i ka dhonë këtë akvendim ka lanë hapësirë që sot në me njëherë e pomë qysh ka fillu me u interpretu. Ndrysh po interpretohet prej akterëve të lëvizjes vetëvendosi që janë në pushtet, edhe ndrysh po prej pjesëtarëve të partive të tjera. Për mendimin tim, ka shumë paqartësi ky vendim, po paqartësia kryesore në këtë vendim është cilat janë pasojat juridike mas 30 ditëshit, që kanë ndodhur mas 30 ditëshit, që kjo mu më intereson personalisht. Tash, a penalizohet partia kryesore, a ka një afat tjetër, a jepet e drejta, se kjo nuk sqarohet, si ku në rastin e kryeministrit, nuk sqarohet, jo, po dihet, qështu kur po thojna po dihet Valjan tani, po zhagitemi. Nuk sqarohet tash, a i takon të dytë, partisë të dytë, qysh është për kryeministrin? Njëri takon, tash qysh si takon? E njëjta kushtetuese. Jo, e njëjta kushtetuese, po këtu po flasim për kryetarin e kuvendit, Valjan. Për sa? Ka diçka paqartësi. Çka për shkak ka lënë afatet 30 domosdoshmë dihet shkojnë në zgjedhje të lirë. Sa ka afat presidentja për me shpall zgjedhjet, me shpall ditën e zgjedhjet. Jo, s'ka ndodhur automatikisht, jo Valjan, shpërbëhet kuvendi automatikisht. Shpërbëhet automatikisht pas t'i vendimit. Për shembull, pa kryetar të kuvendit. Ti po thu Valjan, ky nuk e thotë që ke letër, nuk e thotë. Unë po Nuk e thotë që shpërbëhet, nuk e thotë që i takon të dytit. Nuk e thotë që presidentja ose presidenti do të më marr diçka në afat. Po. Ja, në kupton, po sa ka afat presidentja për me shpall zgjedhjet, këtu nuk e kam çon ndërshtor. E kuptojmë, po. Masanej kryetarit kuvendit Nex, është neni në kushtetutë, me një herët që në ty në zgjedhje. Me fol mandatin e parë. E çka ka po kushtetuesja? Ja ka jap që të 30 ditë. Po, e ka mujt me sqaru ma shumë që po thotë ligji. Po, zgjedhjet e jashtëzakonshme bëhen 30 deri në 45 ditë. Kryetari i kuvendit zgjedhet për 30 ditë, automatikisht kanë zgjedhje. Jashtëzakonshme, zgjedhje jashtëzakonshme janë më të shkurtër. Edhe është një aspekt shumë i rëndësishëm për mua, do të thotë, sheshon, pse u vonu ka shumë. Po da. Se thosh që 2 muaj gati është. Pse i kemi humb ton këta ku? A merr dikush, a ka pasojë dikush që na i kena humb 3-4 muaj? Po, zgjedhjet tani dënon ato që menon që do të më dënu, me votë. Po vesh këtu nuk po thotë votuesi qytetare dënon. Jo, po, e kuptohet. Ja, kuptohet. Nuk shkohet me aktvendime edhe me shikon, nëse me interpretime të gjykatës kushtetuese, thuhet ajo dihet. Në ligj thuhet. Do të më sqaru për shkak se po kthena pak te Valoni. Mendoj që gjykata kushtetuese si instanca e cila në fundit pavarësisht se na shpesh shprehim pak kënaqësi, kush është pak kënaqur në shan, kush është i kënaqur emiratën, po megjithatë gjykata kushtetuese mendoj që duhet më jap sqarime për bashkë për secilin sen, se na jemi demokracia e re. Nuk jemi që një shekull shtet. Nuk kena plot eksperienca, janë të reja për neve. Kështu që është mirë me qenë ma eksplicite, me sqaru gjërat. E unë mendoj që në qëto është baja gepa sqaruar. Atë shumë, mujna me diskutu tashma. Partia Demokratike e Kosovës këtë akvendim të gjykatës kushtetuese kam në lidhje direkte deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Abelard Tahiri. Përshëndetje Abelard. Mirëmbrëmje. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Pressing këtu në televizionin të shtatë. Jem të mundu mja gjetë kuptimin në këtij akt gjykimi gjykatës kushtetuese. Si e keni kuptuar jo